Në ditën e 4 të numërimit të votave, Partia Socialiste vazhdon të udhëheq me 803.000 vota dhe 83 mandate. Forca e dytë politike është Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 517.000 vota që ka fituar 50 deputet. Ende vazhdon numërimi i votave të diasporës, e mbetet për të parë nëse PD do t'ia dalë apo jo t'i marrë një mandat Agronshejajt në Tiranë. Në Lezhë pritet shihet nëse vota e diasporës do t'i shërbejë Partisë Demokratike për të mbrojtur mandatin e 4 apo ato do ta marrë Partia Socialiste. E në Fier do të shihet nëse Adriatik Lapaj do të arrijë apo jo t'i marrë mandatin e 12 Partisë Socialiste. Ndërkaq vazhdon numërimi i votave për kandidatët në shumicën e vendit. Në 2 qarqe Partia Socialiste nuk merr asnjë deputet për te listës së mbyllur, ndaj nuk ka garë në Kukës së Shkodër. Në 10 qarqet e tjera nga lista e hapur do të hyjnë 37 kandidatë Partisë Socialiste. Deputetët më të votuar deri më tani janë Sara Milen Elbasane, Arkend Balla në Durrës me më shumë se 18.000 vota, Blendi Gonxhe në Tiranë me më shumë se 17.000 vota e Ceno Klosi në Fier me më shumë se 16.000 vota. Në kampin tjetër, Partia Demokratike në 3 qarqe ka marrë po aq deputet sa ka lista e mbyllur. Në 3 qarqe ka marrë më pak se lista e mbyllur e vetëm në gjysmën e vendit ka garë mes kandidatëve në listën e hapur. Në Tiranë për një vend në parlament po garojnë 2 prej figurave më të forta të Partisë Demokratike. Jorita Tabaku, e cila është e para aktualisht me 13.747 vota dhe Ilir Ali Mehmeti me 12.599 vota. Të dy politikanët janë kandidatët më të votuar të Partisë Demokratike në Shqipëri. Ndërkaq nga lista e hapur e PD-s në parlament do të hyjnë Shkëlqim Shehu në Kukës, Bart Spajan në Shkodër, në Lezhë Gjingjoni e Kastriot Piroli, në Durrës Arjan Doja e në Korçë Fidel Kreka.